O me si u kom, keni fillu me besu në i qik teori konspirative, apo i quni akoma teori konspirative? Kjo është pjesa e dytë që do flasim për dosjen Epstein. Le të flasim ku tjetër i fus të hundët Jeffrey, përveç këtyre pedofilirave, torturave që na tillë. E dini ju o zemër që Jeffrey Epstein ka shkaktuar faktin që te lojrat e kalamajve sot kësaj dite ka pagesa brenda. E mani me kur keni qenë ju të vegjël që lushit për shkakun GTA San Andreas, gjithë loja është brenda një disku. Ti e shkarkon një herë, edhe është e njëjta lojë përgjithmonë, nuk ka update, nuk ka asgjë gjatë, njëjtat kode. GTA 5 nuk funksionon ashtu. Të vje kalamani, o ma, du kartën, se du me ble lek loje me lek të vërteta. Me sa duket ky ndryshim ka ndodhur për shkak të Jeffrey Epstein, sepse Jeffrey Epstein ka bërë një takim, një po mbledhje, një dark me personin që kanë pronësi GTA-n dhe personin që kanë pronësi Call of Duty-n. Edhe kanë vendosur me boko djot, domethënë, kështu që këtë dhuratë keni nga Jeffrey Epstein. Fakti që lojrat e kalamajve kanë pagesa brenda. Mos u çuditni se ka kaq shumë influencë me njerëzit, se siç u thash par dje, influencat vjen nga fakti që ke ishull. Domethënë thjesht nga fakti që i ke bë video njerëzve duke bë këto lloj gjonash. Edhe tash s'mund të bëjnë mak, se i dalin dhe videot e veta. Për shembull, njihni Bill Gatesin, jo zemra, një nga njerëzit më të pasur kësaj bote. Kupton, me sa duket Bill Gatesi ka shkuar te ishulli Jeffrey Epstein dhe ka marrë sida nga gocat ruse. Lexojini mesazhin e zemra dhe i kërkon antidozën, më jep çik antidozën të sidas që nuk supozohet të ekzistojë. E pas ka Jeffrey me sa duket. Bill Gatesi është bilioner. Elon Musku që ju përmenda për dia është bilioner. Tom Barrakun, mase nuk e njihni, është bilioner gjithashtu. Jeffrey o zemra i shkruaj mesazh, më dërgoi një foto të kalamanit tat, më bëj të buzëqesh. Si menoni se bën njerëzit bilionera më zemra, me vërtet menoni se mund të fillosh një projekt nga garazhi, të bësh me vërtet bilioner. Me që jemi te Bill Gatesi, që ta dini o zemra, në vitin 2017 Jeffrey Epstein fliste me email me Bill Gatesin për një pandemic simulation. Si do mund ta bënim një pandemi false në botë o zemra. Kupton çfarë do të them vitin 2017. Thjesht dasha më thonë që kur kujdo që i ka dështu biznesin nga ju, nga Covidi, e keni dhuratë nga Jeffrey Epstein, nga një pedofil nga ana tjetër e botës. Nëse për të kaluar te gjë tjetër, që t'ju tregoj sa më shumë vende ku fus të hundët, as ta merr mendje fare se s'ka lidhje, e kupton? Këtu mund të shihni se si Jeffrey Epstein ka paguar $60 milion në media për të nxjerrë lajme falso anti-kineze, plus për të nxjerrë lajme falso për ndryshime klimatike. Jeffrey Epstein, kjo bën pjesë të teoritë konspirative, që mase duhet të besoni më shumë tash tutje, ndryshimet klimatike që janë tallje loqesh, që këto mund ta kontrollojnë motin që në vitet 50. Unë ja kam përmend për vetë një person si Alex Jonesi, nëse nuk e njihni është Alfred Saku i amerikanëve. Ka një 20 vite që ja thot këtë gjë, që ndryshimet klimatike janë tallje lesh, edhe ashtu duan që të ecë ekonomia, atë duan që të besosh ti. Kur e thot ai është teori konspirative, kur e nxjerr departamenti i drejtësisë që ka e vërtet. E kupton çfarë do të them? Ky është thjesht një njerëz tjetër që shefi i departamentit drejtësisë mos gaboj kishte pas takim me Jeffrey për vete. Te ky emaili tjetër këtu nuk mund ta dim akoma me kë ka qenë të fol, po me siguri në shkencëtar në gjë kështu se i vjen email nga ky personi, zemra duhet të studiojmë seriozisht pasojat biologjike të udhëtimit në kohë. Dhe këtë email ja ka çon një pedofil, jo zemra. Edhe nuk është çudi, se siç u thash par dje ky fliste me atë tipin që ishte profesor shkencash në Harvard. Kishte lidhje me shkencëtarë, zemra, ka shkuar Stephen Hawking te ishulli. Si shumë teori konspirative po na dalin të vërteta, si për shembull ato që keni ngjuar për CERN-in. Mund të keni ngjuar dhe mund të fol. CERN-i është particle accelerator. Këto po merren me udhëtimin kohë, zemra, me ndryshimin e të kalumes. Shumica e shkencëtarëve që punojnë te CERN-i nga Harvard janë diplomuar. Mund të shkoni ta kërkoni. Mase s'ka lidhje fare, po mase ka lidhje. Mase personi që i shkomene me kap politikanët e kësaj bote, nuk i shkomene me kap shkencëtarët. Mund të më bëj një dy lidhje të fundit edhe hikam. Sa mos t'i quheni më teori konspirative, thjesht po e thot një person dhe jo një person tjetër. Kupton çfarë do të them? Keni ngjuar për shkakun një 30 vite më parë bëj ky muhabet që Bohemian Grove, këto elitët e kësaj bote mblidhen e sakrifikojnë dhe han njerëz, hajnë kalamaj të vegjël. Do ju tregoj një foto që është pjesë e dosjes, lutem mos e shif këtë foto nëse i vogël ose nëse të plas zemra kollaj. 3 2 1. Shife foton në zemra. Kjo është pjesë e dosjes. Si tem të fundit, po ju lej këtë emailin këtu që është goxha i detajum, ku mund të shihni që në vitin 2018 Jeffrey Epstein kishte investuar $9.5 milion te ky personi tjetër që po jep përgjigje për të prodhuar edhe dizenjuar bebat e vet në një laborator garazhi siç e kanë. Dhe personi i thotë që brenda një 5 vjeçari të shkurtër do kemi mundësi të bëjmë klonimin e bebeve. Që i bie që 2018 plus 5 2023. Deri në vitin 2023 do kishim pas gati, se nuk është se ka vdek, jo. Keni ngjuar për këto teoritë konspirative të klonimit të njerëzve? Ky është i klonum, ky është i klonum. Ja ku e keni në reale. Broja ka investuar $9.5 milion nga xhepi i vet që më pas në ishull teknologjinë e dizajnos bebeve. Si e do zemra, do me bjond me sy blu apo me flokë zeza me sy zeza. Unë desha vetëm ju pyet çfarë mendoni se dini, se ka person që i beson këtë gjë, ka edhe person që i kundërshton personit që i beson këtë gjë. Po ikme se ja ke fut kot se ka mundësi të ndodhi gjëra të tilla. Thjesht nga fakti se nuk e di ti o zemra, nuk do të thonë që nuk po ndodh. Unë do ju tregoj diçka që ju kam treguar më përpara, shkurt fare, një minutë zemra. Ka pas një periudhë pra një 100-130 vitesh në Amerikë, ku plasi një luftë ku dëgjon që nuk e dim, që ka fshi historia dhe gjithë Amerika u shujt nga njerëzit që jetonin më përpara, edhe kishin ndërtesat kështu. Edhe pastaj pati një periudhë diku te 30 vjeçare ku patën këto institucione o zemra. Mund të shikoni se si ka institucionet që quhen baby inkubator.
Shiko zëma, baby inkubator për mosh with live baby, si me qenë kopsh zoologjik. Kupton çfarë do të them? Ky është një institucion që mund ta shohësh që e kanë kudo. Amerika ka pasi periudhë shumë çuditshme para 120 vitesh, që nga koha lineare të tregon që nuk duhet të kenë pas teknologji, edhe aq shumë saç kenë ne tash. Jo më zëma kanë pas inkubator bebesh. Shiheni pak këtë foton këtu më zëma, 12 muaj rritje brenda një ore. Si futet si del. Qa të regon kjo foto më zemë? Që ta dini ju ka pas dhe i periudhë tjetër që kanë ardhur 250.000 beba me tren. Quan trenat e jetimve, mund ta kërkoni, e kupton? Kanë ardhur 250.000 beba me tren, edhe janë fut në Amerikë dhe janë shpërndarë nëpër familje amerikane, edhe askush nuk di me të thonë nga kanë ardhur. Shikojeni këto lajme o zemra, para 120 vitesh, kanë ardhur këto bebe dhe nuk e dim nga kanë ardhur o zemra. Ndërsa te këto foto të tjera që janë edhe më të vjetra, 1850-s, gjëra të tilla, mund ta shihni që janë foto, nuk janë vizatime, po janë thjesht foto primitive, cilëtet shumë i ulët. Me sa duket bota pas ka qenë shumë më fucked up atëherë dhe kanë fshikët pjesë të historisë. Këto mund ta kërkoni si Cabbage Patch Kids, kalamajt sallat. O zemra, e kupton çfarë do të them? Plus këtë foto tjetër që mund ta shihni ka pas llotari me kalamaj në publik, e kupton çfarë do të them? Me sa duket bota pas ka qenë shumë më fucked up, ka ndodhur një diçka që nuk e dim fare, edhe pastaj u fshi gjithçka edhe fillum nga fillimi. Ndesha vetëm ju bëj çik humble, me mendimin që nuk dini gjë, mos pretendoni se dini gjë. Keni më tepër respekt për personat që i bëjnë kërkimet vet, se nëse lexoni thjesht historinë, dhe ato që ju tregon, keni lexu aq sa kanë vendosur këto, mos më fshi. Thjesht të del një rast të tillë i rëndësishëm, një kokra pedofilit që pas ka bë pedofil gjithë elitat mbarbotrore. Ndryshe nuk kualifikohesh me qenë politikan, edhe elitë mbarbotrore. I njëjti person është lidhur me udhëtimin në kohë, me klonim njerëzish, është krijuesi i Bitcoinit, ose më është arsye pse ra Bitcoini 30% dhe ra floriri dhe argjenti 35%. Ky rast është shumë i ngjashëm atë rastin që ka ndodhur në Shqipëri para ca vitesh, qofse marrim me kryetarin e Bashkisë Durrësit që i dolën ato përgjimet, edhe me sa duket kryetarin e Bashkisë Durrësit dhe kontrollohet një person që është kriminal dhe sapo ka dalë nga çmendina, mos gaboj. Jeffrey Epstein është thjesht i njëjti person po me steroide në rang botror, është një pedofil i kokra kriminali që kontrollon gjithë elitat mbarbotrore. Kjo është bota në cilën jetoni, nuk është më teori konspirative, na dolën gjithë ato vërteta, gjithçka është e vërtetë, kjo është bota në cilën jeton. Taksat e tuaja shkojnë me rrëmby kalamanin tat. Kaq ka më thon Lali. Haj çivra nesër.